do guxoj të japi mendimin ndryshe, por mbi të gjitha që do guxoj të sfidoj leadershipin Sali Berishën. Prandaj, këtë përjashtim ai nuk e bën ndaj meje, bën ndaj çdo demokrati i cili guxon që ta sfidoj linjën e tij politike. Alesa, në pretendimin tuaj për të garuar në zgjedhje, ju besonit që mund të ishit, po them, figura e re e Partisë Demokratike në drejtim të saj? Po patjetër, gjenerata re e cila duhet ta riformoj Partinë Demokratike, ta demokratizoj Partinë Demokratike, të japi shpresë që kjo parti të ketë një raport mirë me ndërkombëtarët, që kjo parti të jetë pro institucioneve të drejtësisë. Lufta ime bëhet mbi parime, nuk bëhet mbi emrin personal. Mbi emrin personal ne kemi leadershipin Sali Berisha dhe unë duhet jeme kundërta e asaj çka ai sot përfaqëson. Prandaj unë jam për hapjen e garës, jam për meritokracinë, jam për raportin pro me ndërkombëtarët, jam pro drejtësisë dhe institucioneve përkatëse, por mbi gjitha nuk kam asnjë lidhje zotëri me korrupsionin. Çdo gjë që thuhet tani për emrin tim dhe çdo përjashtim që bëhet nga ca individ të cilët nuk e duan demokracinë mbi të gjitha dhe po i bëjnë dëmin më të madh këtij vendi, duke e mbajtur peng jo vetëm Partinë Demokratike, por sot shkaktari më i madh i gjithë kësaj historie dhe dëmin më të madh Shqipërisë i ja bën vetëm Sali Berisha. Duke mbajtur peng opozitën dhe duke e lënë Partinë Socialiste pa kundërshtar. Po ç'është ky muhabeti i të zënurit me të gjithë, të përjashtuarit me të gjithë, se po e ul bisedën tani kështu popullore, po janë habitur të gjithë ata të cilët kryesisht një pjesë e mirë atyre që u mbështesin se përjashtimin Durrës, përjashtimin Elbasan, tani edhe rasti tjetër. Flamur Noka çfarë roli ka në Partinë Demokratike, që duhet shkojë deri në këto vendimarrje? Tani kur flas vendimarrje nuk është se janë personale, ju thatë fare mirë, sigurisht që këto janë në raport me zotin Berisha, por edhe të dalurit hapur me figurë me zë personalisht, me që ma përmend zotin Noka, kur del Flamur Noka në konferencë për media dhe mikrofonat rrinë serioz, jo nga respekti, po nga frika se çfarë budalliku do thot, pasi ky person ka një horizont të kufizuar mendor. Dhe pa diskutim, roli tim Partinë Demokratike është roli i gomarit Sali Berishës, si gomari i Sancho Panços. Dhe sot, Flamur Noka nuk përfaqëson opozitën, por nivelin më të ulët të demokratëve dhe të dështimit që ai sjell si njëri asaj partie. Dhe vjojmë diskutimin së bashku, ka një komunikim nga seanca plenare, është deputeti Erion Braçe, ndjekim paksa dhe rikthehemi sërish në diskutim. Diskriminimin e veriut, janë sjell fakte për diskriminim ekonomik, social, në shumë fusha, por nuk ma merrte mendja të funksiononte dhe ju të realizoni diskriminimin universitar. Ju e dini shumë mirë që Shkodra është kryeqendra e veriut, por universiteti i tij nuk ka këtë profilizim nga ana juaj, nga politikat tuaja. Sot ai ka vetëm një godin pink, ndërsa ngjyrat e tjera janë gjitha të zeza. Megjithëse kam parashtruar një sër kërkesash, pedagogët dhe drejtuesit, asnjë nuk është plotësuar. Sot Shkodra duhet kishte kampus universitar të miratuar për vetërënsinë dhe rolin që ka universiteti. Sot, së paku, Shkodra duhet ishte qendër e licencimit në aspektin akademik të mësuesve të gjuhëve tuaja.